Një nga gjërat e cila është e pashkputur nga njeriu, qoftë nga dëshira e tij për ta poseduar, por edhe si nevojë e tij për ta kaluar jetën në këtë botë, është edhe ajo që njeriu posedon, në veçanti pasuria. Madje Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar se njeriu është i lidhur fort me pasurinë. Andaj thot: "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma", dhe ju e doni pasurinë me një dashuri shumë të madhe. Dhe kur njeriu don diçka, e ka vështirë që të ndahet nga ajo. E pikërisht për këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bën një derë të veçantë në xhenet për të gjithë ata të cilët arrin që ta kuptojnë, e arrin pastaj që ta realizojnë se dëshira dhe lakmia e tyre që ta fitojnë kënaqësinë e Zotit të botrave është më e madhe se dëshira e tyre që ata të posedojnë. Andaj dera e madhe e xhenetit i pret të gjithë ata të cilët ndajnë nga pasuria e tyre. Në radhë të parë nga zekati që është shtyllë prej shtyllave të Islamit, e pastaj nga sadakate ndryshme të cilat njeriu i jep që të ndihmoj të varfrit, nevojtarët, miskinat, realizimin e projekteve të ndryshme dhe ngritjen e fjalës së Zotit fuqiplot. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta kuptoj se sadakaja është nxjerrje e pasurisë nga vetja e tij, por nuk është humbja e asaj pasurie, përkundrazi është deponim dhe është ruajtje në depot e shumëfishimit të Allahut subhanahu wa taala në botën tjetër. Andaj Allahu xhalla shanu kur flet për sadakan, na tregon me shembuj dhe thot: "Mathalu alladhina yunfikuna fi sabilillah kamathali habba", shembulli atyre që shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut xhalla shanuhu është sikur shembulli i atij i cili e mbjell një farë, nga cila anbatat sab'a sanabil, nga cila dalin 7 kallej, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, e në secilin nga këta kallej janë nga 100 fara ose nga 100 kokra. Allahu xhalla shanu shumëfishon atij i cili don. Sadakaja është ajo e cila e thik hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala, sepse përmes sadakas njeriu e zbut zemrën e tjetrit, i del në ndihmë, i del në përkrahje, i ja lehtëson brengën edhe hallën edhe dertin atij i cili ka nevojë për ta. Andaj njeriu do të futet në hijen e sadakasë së tij në ditën e llogarisë, si një lloj përgëzimi dhe si një lloj paralajmërimi se pas saj ti do të futesh në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala përmes derës së sadakas. Andaj thotë Ibn Qayyimi se nevoja jon për shpërblimet të cilat i marrim është më e madhe se sa nevoja e nevojtarit për ata të cilën ne ja japim. Sigurisht se kështu është, sepse nevoja jon që të futemi në derën e sadakas në ditën e gjykimit, me çfarë pasurie e blen njeriu këtë mundësi. Sa duhet të shpenzon njeriu që të futet në dyrë të caktuara në jetën e kësaj bote. E imagjino se me një sadaka të cilën njeriu e jep, e që në fund të fundit njeriu do ta lejë të tërën mbrapa, do ta blej, do ta fitoj, do ta arrijë futjen e xhenet përmes derës së sadakas që Allahu subhanahu wa taala e ka përgatitur. Andaj thuhet se Allahu xhalla shanuhu e ka pyet Ibrahimin alayhis salam, edhe i ka thonë atij: "A din o Ibrahim se pse të ka marrë Mekë? Pse të ka marrë të afërm në një shkallë cilën nuk i ka marrë njerëz të tjerë?" Ibrahim alayhis salam është përgjigj: "Ti e din më mirë o Zoti i botrave, sepse ka thonë kam pa te ti se dhanja për ty është më e dashur se sa marrja." Dhe sadakaja është ajo që neve duhet të na bëj të kënaqur, e neve duhet të na bëj të lumtur në momentin e mundësisë së dhënies së saj, sepse sadakaja vjen nga Zoti, nga ne kërkohet që ta shpenzojmë, e për cilën Allahu subhanahu wa taala përgatit shpërblim të madh. Në këtë botë, shpërblim të rahatisë dhe kënaqësisë dhe të rregullimit të raporteve me të tjerët, ndërsa në botën tjetër e fitojmë derën e xhenetit, e cila e ka emrin dera e sadakas.